Mirë mbrëma, faleminderit, ju si jeni. Do të flas një si fillim për ndikimet e përgjithshme, siç e bëj gjithmonë, pastaj do të kaloj tek shenjat me radhë. Është një nga lidhjet e drejtë për drejtë që bëj çdo javë, e kam ditën e shtunë, mund ta ndiqni nesër te kanali im YouTube-it në orën 10 të mëngjesit, është gjithmonë gati, për çdo të diel e keni gati. Ndërkohë që një herë në javë, ditëve të marta, bëj lidhje të drejtë për drejta në lidhje me ciklin e hënës ose me pyetje përgjigje. Këtë javë bëm pyetje përgjigje në thonjza sepse faktikisht po lë për muajin dhjetor. Ishte diçka që kisha vërtet dëshirë që ta bëja parashikimin për muajin dhjetor, sepse është një muaj vërtet shumë i rëndësishëm. Ka shumë aspekte pozitive, të cilat nëse i përdorim do të na hyjnë në punë shumë edhe gjatë vitit 2026. Prandaj dhe dëshiroj ta bëja specifikisht për këtë muaj. Mund ta gjeni edhe atë te kanali im YouTube, siç e thash, është një nga përmendimet tim videot që duhet ta ndiqni patjetër. Ndërkohë që duke qenë se fola për vitin 2026, do të bëj një lidhje të drejtë për drejtë, do të jetë nga Zoom-i, është një lidhje me pagesë kjo, ku do të bëj parashikimin e detajuar të vitit 2026. Do të jap edhe datat e rëndësishme për çdo muaj, si ti përdorim ato. Po ashtu dhe kalime planetare, cilat janë problematike, cilat na hyjnë në punë. Do të flas më detaje në lidhje me këto për të prenotuar ose për të regjistruar te kjo lidhje tjetër për drejt ose më them te ky takim. Mund të më shkruani nga WhatsApp-i ose nga DM-i nëse specifikoni që doni të merrni pjesë te takimi, atëherë kuptoj dhënat dhe ju dërgoj edhe të dhëna se si mund të merrni pjesë. Përveç këtyre lidhjeve të drejtë për drejta, pra siç e përmenda, kam edhe parashikime ditore. Gjatë parashikimeve ditore nuk flas për ndikimet që kanë shenjat, flas vetëm për ndikimet e përgjithshme, ato që prekin natyrën dhe si rrjedhoj. Na prekin të gjithëve ne, do t'i këshilloj me ngurim që ta dëgjoni. Janë pyetje shumë të shkurtra, 1 minutë e gjysmë maksimumi deri në 2 minuta. Jap vetëm elementet më të rëndësishme të asaj dite. Nëse merrni parasysh, e keni më të thjeshtë për të kaluar. Kur është pjesa për hënën në zbrezëti, do t'i këshilloj që ta dëgjoni me vëmendje, sepse gjatë atyre periudhave ne gjithmonë çdo kush, nuk pasur fare rëndësi nga shenja, mund të përballemi me probleme të rëndësishme në qoftë se jemi të nxituar, prandaj do t'i këshilloj që t'i merrni parasysh ato si periudha. Të paktën kam edhe shërbimet e mia që janë personale dhe janë me pagesë, të cilat përfshin analizën e hartës. Për të gjithë ata që nuk e dinë orën e saktë të lindjes, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes dhe si rrjedhoj edhe ascendentin. Mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes tuaj dhe detyrimisht edhe parashikime për periudha të caktuara në të ardhmen. Okej, faleminderit të gjithëve. Mirë se erdhët përsëri. Po fillojmë me njëherë, është java 8 deri në datën 14 dhjetor, është java me njëherë pas hënës së plot, prandaj do vazhdojmë që të kemi ndikimet e hënës së plot, që ishte tek shenja e binjakëve. Është një ndikim vërtet shumë i fuqishëm, i cili do të ose më themi që përcaktoi tonet e këtij muaji. Jemi të përzier gjatë këtij muaji në qoftë se nuk jemi të vetëdijshëm, por në qoftë se jemi të vetëdijshëm dhe marrim parasysh, sidomos pikat që i kam dhënë edhe gjatë videos që bëra për hënën e plot, po ashtu edhe për dhjetorin, është vërtet shumë e thjeshtë për ta përdorur në avantazhin tonë dhe mund të bëhet dhe muaj më pozitiv për ne, për të gjithë, pavarësisht nga shenjat. Ndërkohë që gjatë javës do të kemi disa ndikime shumë të rëndësishme. 1. Do të kemi kalimin e Mërkurit në datën 11 dhjetor, i cili përkon dita e njëjte, është vonë në darkë, është në orën 23:40. Prandaj edhe ndikimin e kësaj ta ndjejmë duke filluar nga dita e premte. Gjithsesi është Mërkuri do të kalojë tek shenja e Shëgjetarit. Kur Mërkuri kalon tek shenja e Shëgjetarit, ka një ndikim shumë të fuqishëm tek të gjithë ne, duke qenë se fillojmë të vrapojmë drejt diturisë dhe drejtësisë mbi të gjitha. Kjo do të thotë që kemi ndikime shumë të fuqishme në lidhje me këto tema, mund të thotë mbylljen e gjyqjeve, po ashtu edhe një drejtësi, shpërndarjen e drejtësisë në shoqëri, brenda shoqërisë. Por dita e njëjte mund të bëhet edhe një ditë pak problematike sepse Mërkuri do të jetë te grada e fundit të shenjës së Akrepit. Prandaj mund të kemi një rritje shumë të madhe në agresivitet. Duke qenë se njëti Mërkur do të krijojë një kënd negativ me Uranin gjatë asaj dite, gjatë gjithë javës në vazhdim mund të kemi probleme me teknologjinë, mund të kemi probleme me shpërndarjen e informacioneve, si rrjedhoj shpërndarjen e informacioneve të rrema,
Duke qenë se një ndër tematikat e Hënës së Plot ishte edhe shpërndarja e themeve, do të vazhdojmë që të kemi të njëjta probleme edhe gjatë asaj dite, bile dhe shumë herë më të mëdha. Që do të thotë mund të kemi dhe helmime. Duke qenë se folim për helmimet, kemi një kënd i cili do t'i nxjisë vërtet ato, është këndi negativ midis Marsit dhe Neptunit. Ky kënd do të jetë i vlefshëm ose do të kenë ndikim nga data 11 deri në datën 16 dhjetor, kulmimi i tij do të jetë nga data 14 deri në 15 dhjetor, janë 2 ditë kur Marsi ka një kënd negativ me Neptunin, është ndikim vërtet shumë i fuqishëm, i cili është shumë i bezdisur, është një ndër këndet e cila ne i druajmë, të themi të vërtetën si astrolog. Ndikimet e kësaj mund të jenë shmangja e përgjegjësisë dhe vartësitë, rritja e tyre, duke qenë siç e përmendë kemi dhe efektin e helmimit në këto momente, mund të kemi edhe helmime nga alkooli, prandaj dhe është një nga tematikat të cilat duhet jemi të gjithë ne të vëmendshëm dhe të kujdesshëm. Në përgjithësi do të shprehet si një konflikt i brendshëm, një botë e brendshme shumë e ngarkuar. Nuk do të dim se si të veprojmë dhe ku të veprojmë, mund të shmangim shumë shpejt përgjegjësive për këtë arsye dhe do të kemi një pasiguri vërtet shumë të madhe brenda vetes tonë. Mënyra se si mund ta ndiejmë ose më themi efekti që ta ndiejmë, është që mund të kemi një mungesë disipline dhe mund të kemi edhe një vartësi e cila është në rritje e sipër, sidomos ajo ndaj alkoolit, po e analizoj. Kemi edhe një ulje të energjisë. Si mund ta tejkalojmë këtë? Është të përdorim në mënyrë konstruktive, duke qenë se i njëjti kënd na jep ne edhe një kreativitet vërtet shumë të lartë, një imagjinat shumë të lartë dhe mbi të gjitha na ndihmon që të perceptojmë, të infiltrojmë, mirë të themi, mendjen e të tjerëve. Kjo do thotë që e perceptojmë njëri tjetrin shumë më mirë, prandaj do mund ta përdorim në këtë aspekt, duke qenë se kreativiteti është shumë i lartë, mund të krijojmë edhe burime të reja të ardhur materiale ose edhe të përdorim për të perceptuar se cilat janë gjërat që ne kemi vartësi. Por përsis vartësia nuk është thjesht në lëndë narkotike, mund të jetë edhe në individ ose në situata të caktuara, prandaj dhe mund të largojmë ato nga jeta jonë, ndërkohë që në qoftë se jemi më aktiv, pra veprojmë, bëjmë sporte të tjerë, kjo mund të përkthehet edhe në qetësi të brendshme. Pra kuptojmë veten tonë më mirë dhe si rrjedhoj, fillojmë të ndjejmë më të qetë nga ana shpirtërore. Ndërkohë që do të kemi një kënd negativ përsëri midis Diellit dhe Saturnit. Është nga data 13 deri në datën 19 dhjetor. Pra, do ta ndjejmë që nga dita e shtunë e tutje. Kulmimi i tij do të jetë në datën 17, pra i përkon të mërkurës së ardhshme. Gjithsesi, duke qenë se kjo fundjavë është shumë e rëndësishme, pra duke filluar nga data 13-14 fundjavë e ardhshme ka shumë rëndësi, do të këshilloj të gjithëve që të jemi të vëmendshëm. Mënyrë se si ndjejmë këtë, kemi një rënje të ndjeshme në energji. Edhe kjo jep një ulje në përgjegjësi. Pra nuk jemi të përgjegjshëm. Mundohemi që të shmangemi detyrave dhe qëllimeve tona. Prandaj dhe një ndër tematikat më të rëndësishme të javës në vazhdim do të jetë pikërisht kjo, pa përgjegjësia. Mënyrë se mund të menaxhohet shumë thjesht, sepse kjo është më thjesht për të menaxhuar se çfarë ishte këndi negativ midis Marsit dhe Neptunit, është që të kuptojmë se ku ne në ato momente ose cilat janë detyrat tona dhe të veprojmë në bazë të saj, të kuptojmë se pse po na ndihemi tension, çfarë është ajo që neve po na mundon dhe në qoftë se arrim që ta bëjmë këtë, kemi mundësi që të zhvillohemi bile, ta përdorim në avantazhin tonë, të vazhdojmë që të vendosim kufijnë të shëndetshëm personal. Kjo është e vlefshme sidomos me familjarët tanë, duke qenë se kjo është një nga temat më të rëndësishme aktualisht brenda trojave shqiptare, edhe në botë, edhe në Ballkan në përgjithësi, po sidomos brenda Shqipërisë është më e vlefshme. Dhe përcaktimi i objektivave reale, pra të mos jemi në ëndrat dhe në imagjinatën tonë, të jemi realist, çfarë është ajo që ne mund të realizojmë vërtet dhe realizimi i tyre. Të përmbajmë atyre detyrave dhe objektiveve që i kemi vënë vetes, pra synimeve që i kemi vënë vetes. Kemi edhe një kënd tjetër i cili do të bëhet vërtet sfidues. Këndi tjetër që është sfidues është këndi midis Diellit dhe Jupiterit. Ky sjell të papritura, të menjëhershme, jo të këndshme, kjo do thotë që mund të përballemi menjëherë nëse nuk jemi të kujdesshëm me aksidente, mund të kemi harxime të shumta për këtë arsye, sepse do të kemi dëme të konsiderueshme. Këto dëme në përgjithësi do t'i vëmë re brenda banesës
mund të kemi edhe probleme të rëndësishme në marrëdhëniet që kemi brenda familjes, por kjo është edhe një nga temat më të rëndësishme të Hënës së Plot dhe të këtij muaji, po e nënvizoj disa herë. Prandaj duhet të jemi vërtet shumë të vetëdijshëm në mënyrë se si komunikojmë. Për sa i përket shpërndarjes së të ardhurave materiale, sidomos pra ato që kanë të bëjnë me trashëgimitë e tjerë, do t'ju këshilloj që të merrni ndihmën e ekspertëve dhe të mos vendosen vetë, sepse në momentin që mundohemi që ta zgjidhim brenda familjes, mund të na shpjerden debate vërtet shumë të zjarrta, si rrjedhoj, do të krijojnë probleme edhe më të rëndësishme brenda familjes. Për këndin negativ që ishte midis Mërkurit dhe Uranit, e kam thënë shpeshherë në parashikime ditore, por po e them edhe një herë tani, në mënyrë që të shmangim probleme, duke qenë se kemi probleme me teknologjinë, këshilla gjithmonë është që të vëmë kopje të gjitha dokumentave që kemi virtuale, po ashtu edhe të marrim masa, sepse mund të kemi edhe probleme me rrjetet e komunikimit, në qoftë se na duhet patjetër që dërgojmë një email apo një njoftim e të tjerë, të këshilloj që ta dërgojmë në disa forma të ndryshme, në mënyrë që të mund të arrijë pra tek personat përballë. Ndërkohë që përsa përket rrjeteve sociale gjatë kësaj jave, këshilla ime do të ishte që të filtroni mirë të gjitha informacionet që marrim, sepse kjo javë mund të jetë vërtet shumë problematike. Do të kemi dalë në skenë të disa individëve me tipare të cilat janë vërtet manipuluese dhe që vërtet do të na duhet kohë pasaj për ta mbledhur veten. Këshilla ime do të ishte që çdo gjë ta bëjmë nga burimet e njohura. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për mashtrimet që mund të vinë nëpërmjet telefonave ose mesazheve. Numrat e panjohur mundësisht mos ju ktheni përgjigje ose mos i hapni fare. Ndikimet pozitive që ka kjo javë. Siç e thash, ka shumë ndikime pozitive, mjafton që të dimë se si të përdorim. Mënyra se si mund të kalojmë probleme që do të dalin nga këndet negative që ishin gjatë kësaj jave, sapo jo thash, ndërkohë që kemi disa ndikime që janë shumë pozitive. Vazhdojmë që të kemi një kënd pozitiv midis Saturnit dhe Jupiterit. Këta dy janë planetet të rëndë dhe mbi të gjitha në momentin që janë në kënde pozitive me njëri tjetrin, ne na ndihmojnë që të dalim përpara të gjitha sfidave që kemi. Pak më tepër që në këto momente janë të vendosura në shenja ujë. Kjo do thotë që mund të kemi dëshirim të shumë problemeve që kanë të bëjnë me shëndetin tonë fizik, po ashtu edhe atë shpirtëror. Duke qenë se në këto momente Saturni është vendosur tek shenja e peshqve, do të thotë edhe bota e brendshme, sidomos ana psikologjike. Kjo, në qoftë se përdoret ashtu siç duhet, pra në qoftë se përdorim atë qetësinë shpirtërore që mundemi ta gjejmë gjatë kësaj jave, në qoftë se përdorim mirë këndin edhe pse është negativ midis Marsit dhe Neptunit, kemi mundësi që të kemi një jetë e cila është shumë më e begatë, sepse do të jemi shumë më të qetë dhe do të dimë se si të përdorim të mirat që po hyjnë në këto momente në jetën tonë. Muaji dhjetor është muaji i begatisë në të vërtetë, nëse arrim që ta përdorim, kemi mundësi që të krijojmë jetën që ne dëshirojmë vërtet, duke qenë se edhe dielli gjatë gjithë këtij muaji do të na ndihmojë në mënyrë të dukshme për të realizuar ëndrat dhe qëllimet tona. Me të gjitha, edhe Saturni na ndihmon që të hedhim rrënjë. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për Jupiterin. Problemet familjare që mund të dalin gjatë kësaj periudhe, këshilla ime do të ishte që t'i marrim me seriozitet, por të mos imponohemi në mënyrë se si komunikojmë, sepse në qoftë se imponojmë do të smothemi edhe tepër problemet, por në qoftë se flasim hapur dhe kemi të mirën e të gjithëve në mendje, atëherë do të mund të shërojmë edhe plagët që vijnë edhe nga shumë e shkuara e largët. Atë shkuara vërtet më vjen keq, është ky lajmi i mirë është se nëse keni operime gjatë kësaj jave, është javë shumë pozitive për operacionet, domethënë nuk ka asnjë efekt negativ në lidhje me këtë temë, prandaj mund ta përdorni. Thjesht, domethënë, duhet në lidhje me narkozën, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Për shenjën e dashit, ndikimet gjatë gjithë kësaj jave janë pozitive në të vërtetë. Është vazhdimi i javës së kaluar. Hëna e plot që ishte tek shenja e binjakëve, për ta domethënë një ndikim edhe pse pak i përzier, po në përgjithësi është pozitiv, nëse arrin që ta manovrojmë pra. Por, duke qenë se gjatë gjithë kësaj jave pothuajse do të kemi një kënd negativ të drejtuesit të tyre, që është Marsi me Neptunin, këshilla ime do të ishte
e para dhe e fundit, më them, sepse kjo është shumë e rëndësishme, që të jemi shumë realist. Të vëzhgojmë të vërtetën në sy, sa do e hidhur apo e ëmbël tjetë ajo. Në qoftë se arrim ta bëjmë këtë, atëherë për shëndet e dashit, kjo është java më vendimtare e muajit dhjetor. Kemi mundësi që të rritemi në mënyrë konstante sepse kemi fat vërtet shumë të madh. Kemi një krijimtari shumë të lartë gjatë gjithë kësaj jave për shenjën e dashit. Hëna do ta filloj udhëtimin tek shenja e shigjetarit, i kërkojnë shenja e luanit, prandaj edhe kjo për shenjën e dashit do më thënë një moral vërtet shumë i lartë, optimizëm, krijimtari shumë i lartë siç e përmenda, dhe mbi të gjitha kjo vjen edhe nëpërmjet efikasitetit që kanë në jetë. Pra, shtohet edhe më shumë efikasiteti në jetën e tyre. Kemi disa këndë pozitive të hënës gjatë gjithë kësaj jave. Një ndër këndë më pozitive që do të ketë, ose më them një ndër ndikime më të fuqishme që do të ketë, është këndë pozitiv me diellin. Kjo do të thotë që shenja e dashit gjatë ditës së martë do të ketë një kënd pozitiv edhe me hënën edhe me diellin, prandaj edhe për ta do të thënë janë shumë aktiv dhe kanë mundësi që të krijojnë çdo gjë pothuajse nga zeroja, nga hiçi. Është një ndër javët më pozitive për këtë arsye. Çfarë mund të ndërtojmë? Mund të ndërtojmë në lidhje me karrierën tonë. Kjo është java e fundit ku Marsi do të jetë i vendosur tek shenja e shigjetarit, pas kësaj do të kalojë tek shenja e Breciapit dhe kjo do të thotë një rritje shumë të madhe në karrierë. Prandaj gjatë kësaj jave do të vazhdojmë që të akumulojmë njohuri, dituri, të zgjerojmë botën tonë, në që të fillojmë nga java tjetër, të zgjerojmë shumë ose të zhvillohemi në karrierën tonë. Për sa i përket lidhjeve sentimentale, kjo është një javë vërtet shumë pozitive në lidhje me këtë temë. Dita që është më pozitive do të jetë dita e shtunë. Ditën e shtunë do të kemi hënën në kënd pozitiv me diellin dhe kjo i bën ata shumë më tepër romantik. Gjë që do t'i bëj edhe lidhjet e tyre shumë më pozitive. E njëjtat ndikime mund t'i vëmë edhe në marrëdhëniet që kemi në biznes, sepse gjatë gjithë javës që thash, shenja e dashit do të ketë një kreativitet vërtet shumë të lartë dhe si rrjedhoj edhe nëse nuk kanë mundur deri tani t'i përkthejnë ato çfarë kanë bërë në të ardhur material, çështja javë do të arrin që t'i përkthejnë. Do të këshilloj edhe të qëndrojmë larg fanatizmave dhe të fokusohemi më tepër tek zgjerimi ose më them thellimi i marrëdhënieve që kanë me rrethin e tyre të ngurë, sepse kjo do të ndihmojë vërtet shumë. Shëndeti është kusht, vazhdojmë që të jetë kusht, sepse vazhdojmë që të kemi Chironin të vendosur tek shenja e dashit dhe është në retrograd. Vazhdojmë që të ketë këndë negative, prandaj edhe kjo është një nga temat më të rëndësishme. Për shëndetin duhet jemi të kujdesshëm. Pik, nuk ka çfarë të tjetër. Shenja e Demit. Atëherë kemi disa ndikime që gjatë gjithë kësaj jave do të ndikojnë në mënyrë pak të përzier, do ta lodhin, por përfundim do të jetë shumë pozitiv për shenjën e Demit. Atëherë, po e fillojmë javën me hënën të vendosur tek shenja e Luanit. Kjo për ta domethënë marrëdhëniet familjare, çështjet familjare janë shumë në skend në këto momente. Është një ndikim pozitiv sepse i shtyn ata për zgjidhjen e problemeve bile. Mund të kemi edhe ndryshime të shumta brenda shtëpisë, brenda banesës, të cilat do t'i bëjnë ata që të ndjehen mirë, të ndjehen të lumtur aty. Dhe do të kemi edhe zgjerimin e të ardhurave materiale. Por shenja e Demit duhet të punojë vërtet shumë. Është një nga shenjat e cilat duhet të punojë çdo ditë dhe me mend në kokë. Pra duhet të jemi shumë të organizuar nëse doim që të përdorim të gjitha efikasitetin që ka ky moment në jetën tonë. Venusi, që është drejtuesi i shenjës së Demit, ka kaluar tek shenja e shigjetarit. Kjo është një ndikim i përzier, kam thënë më përpara, duke qenë se shenja e shigjetarit është një shenjë zjarri dhe e detyron ndryshimin vazhdimisht, ndërkohë që shenja e Demit dëshiron që të qëndrojë në zonën e tyre të komfortit dhe vetëm të akumulojë. Mund të ketë pak të vështirë në këto momente që ta përdori ashtu siç duhet energjinë që jep Venusi. Ajo çfarë duhet të bëjmë është që të bashkëpunojmë me të tjerë, të mësojmë se si prodhojnë të tjerët para dhe të gjitha këto pastaj ti aplikojmë edhe në jetën tonë. Nëse bëjmë këtë, do të ndodhë ajo çfarë shenjës së Demit ju pëlqen shumë, pra do të fitojnë të ardhur material, të krijojnë një stabilitet ekonomik. Por nëse nuk e bëjmë këtë, normalisht energjia do të jetë shumë e shpërndar, duke qenë se siç e thash, Venusi është i vendosur tek shenja e shigjetarit dhe mbi të gjitha kemi edhe shumë vendosje të tjera aty. Prandaj për ripërsisë shenja e Demit duhet thjesht të vëzhgojmë mirë situatën ose personat që kanë rreth rrotull, të bëjmë bashkëpunime dhe të punojmë bashkë me të tjerë, pra për të krijuar stabilitetin e tyre ekonomik. Për sa i përket çështjeve sentimentale, jemi në një periudhë ku mund të vazhdojmë në statusin quo
ose mund të kemi lidhje që fillojnë me njëherë surprizë. Në përgjithësi lidhjet që fillojnë në këto momente janë shumë pozitive, vërtet shumë pozitive, mjafton që të dimë se si ti kryejmë ato dhe të mos jemi shumë kryeneç, që të qëndrojmë fiks në atë tonë. Në qoftë se jemi pak më të hapur ndaj tërës atë se çfarë është ndryshe, përshën e demit mund të përfasojmë në mënyrë shumë pozitive në lidhje me këto tema. Ne do të këshilloj që ta përdorin këtë moment. Duke qenë se edhe Marsi, javën që vjen do të kaloj tek shenja e Briciapit, do ta kenë shumë më të thjeshtë pas kësaj, që të dinë se si të veprojnë pra. Por këtë javë këshillojmë do të jetë të thjeshtë, të jemi pak më të hapur ndaj tërës. Por lekët i doni pa mas, edhe unë e di, prandaj qëndroj shpesh tek lekët kur flas për demin. Në lidhje me shëndetin ka shumë rëndësi. Shenja e demit në këto momente duhet të jetë shumë i kujdesshëm në lidhje me sëmundjet që janë të përhapura, sepse është shumë e prekur edhe pjesa e tiroidit dhe pjesa e fytit. Kjo është një nga zonat që shenja e demit e ka më të ndjeshme, prandaj dhe duhet jemi ekstra të kujdesshëm. Një pikë tjetër që ka shumë rëndësi dhe që do të jetë e prekur edhe në vazhdim është pjesa e diabetit. Për të gjithë ata që kanë probleme me këtë temë, do të këshilloj që të shkojnë te doktori dhe të bëjnë kontrollet e domosdoshme. Dhe mbi të gjitha, edhe nëse e kemi, domethënë trashëguar nga familja, ne nuk e kemi, nuk duket tek ne pra diabeti, përsëri do të këshilloj që të shkon dhe të kontrollohesh mirë sepse nuk e dihet. Mjafton që të marrim masa, pra kjo ka rëndësi. Ditët që janë më të favorshme për shenjën e demit, duke qenë se për dashën e thash, do të jenë dita e premte, por do të jemi të kujdesshëm të mos veprojmë në mënyrë impulsive. Nëse nuk veprojmë në mënyrë impulsive, për shenjën e demit, ditën e premte mund ta shfrytëzojmë në maksimum sepse mund të kemi oportunitete që dalin shumë papritur. Shenja e binjakëve. Sapo kaluam hënën e plotë, ishte tek shenja e tyre. Është një javë e cila do të jetë vazhdimi i saj pak a shumë. Ndër ndikimet më të rëndësishme ishin shëndeti, sidomos rrugët e frymarrjes, komunikimi, që janë tematikat më të rëndësishme të shenjës së binjakëve. Ndërkohë që kjo javë fillon me hënën tek shenja e Luanit. Për këtë arsye shenja e binjakëve është shumë aktiv në komunikimin e tyre, flasin shumë. Marrin shumë informacion, por më rëndësishme është që flasin shumë. Prandaj dhe, duke qenë se një nga temat më të rëndësishme të hënës së plotë ishte thashë theme, do t'ju këshilloj që të jemi pak më konservator me personat që flasim gjatë gjithë së javës dhe ato çfarë themi, sepse mund të përdoren kundër nesh. Kjo është vetëm një temë që do t'ju këshilloj që të jemi të kujdesshëm, të paktën pjesën e parë të javës, ndërkohë që dita e shtunë, ose më thënë duke filluar që nga dita e premte e tutje, duke qenë se hëna do të krijojë disa kënde të vështira me diellin, po ashtu edhe me Venusin, Marsin e tjerë që janë të vendosur përballë me shenjën e binjakëve në këto momente, janë më të hapur ndaj problemeve dhe keqkuptimeve. Prandaj fundjavën do ta këshilloj që ta kalojmë pak më tepër me moderitet ose më thënë me qetësi, tim për të përmbajtur dhe të vetëdijshëm. Ndërkohë që pjesa deri ditën e premte në përgjithësi duket pozitive për shenjën e binjakëve. Ndikimet më të rëndësishme, siç e thash, janë komunikimi, i cili është shumë i zgjeruar në këtë momente. Ky bën mirë në të vërtetë sepse mund të zgjerojmë edhe rrjetin tonë shoqëror, por përipërsisht duhet të jemi konservator në mënyrë se me atë çfarë themi dhe sa themi. Dhe kujtja themi, në qoftë se arrim që të kontrollojmë veten tonë në këto pika dhe të flasim vetëm me persona që jemi të sigurt pra 100% kemi besim tek ta, për shenjën e binjakëve kemi një javë vërtet shumë pozitive. Vazhdojmë që të jemi në ndikimin e disa këndeve të cilat do ta ndihmojnë ata për të zhvilluar, për të pasur partnerite shumë të rëndësishme, të cilat mund të rezistojnë dhe kohës. Por kjo është me vërtet me nënvizime, në qoftë se bien pre e manipulimeve ose në qoftë se vrapojmë drejt ëndrave që janë të pabazuara, mund të kemi probleme të rëndësishme, shumë të rëndësishme në karrierë, sepse mund të punohet për të keqen tonë, prandaj dhe rikthehemi temës që ato çfarë themi duhet jemi shumë të kujdesshëm. Në lidhje me shëndetin, është një nga shenjat të cilat ato që mund të kemi pasur problematike dolën në skenë javën e kaluar, gjatë kësaj jave do të fillojmë që të zgjidhim. Ndërkohë që përsa i përket çështjeve sentimentale, fundjava në lidhje me këtë temë duket pozitive, zgjidhja e problemeve nëse kemi probleme, fillimi i lidhjeve të reja, po ashtu edhe tashmë duke qenë se retrograda e Mërkurit ka mbaruar. Problemet edhe nëse kanë qenë në sipërfaqe gjatë javës së kaluar, gjatë kësaj jave fillojnë dhe po zgjidhen. Ndërkohë që për të ardhur materiale, kjo normalisht është në vartësi dhe të karrierës, por në përgjithësi kemi ndikime pozitive tashmë.
Mjafton që të mos jemi të nxituar dhe të mos vjen prej manipulimeve ose të fjalëve që thjesht i kemi të pabazuar, thjesht kemi marrë informacione nga shoqëria ose nga njerëz që i njohim dhe bëjmë investime mbas atyre, mund të dalim me humbje, por nëse e kemi të themeluar, do të kemi fillime shumë të mëdha. Shenja e gafores. Shenja e gafores këtë javë kam më pozitive se javën e kaluar. Ishim në një hënë të plotë e cili ishte pak e çuditshme, siç e kam thënë edhe me gjatë lidhjeve të drejtë për të edhe për javën që bëra javën e kaluar, edhe për hënën e plotë, po ashtu edhe për muajin. Është një energji që vjen në ulje, është shumë e sfiduar për këtë arsye. Kemi retrogradën e Jupiterit që është i vendosur tek shenja e tyre dhe njëjti Jupiter gjatë gjithë kësaj jave dhe në vazhdim do të ketë një kënd negativ me Chironin. Kjo është një ndikim vërtet shumë i lodhshëm për shenjën e gaforës, sepse e ndikon shumë në karrierën e tyre. Ecim vetëm një hap dhe kthehemi 3 hapa mbrapa sepse na duhet që të rishikojmë edhe një herë çfarë puna kemi bërë. Por kjo javë mund të jetë pak më pozitive, sidomos për të marrë të ardhura materiale. Kjo është e vlefshme si për bashkëpunimet që kemi bërë deri në këto momente, sepse do të na dihet më tepër vlera. Arsyeja që do të na dihet më tepër vlera është sepse shenja e gaforës në këto momente është më e tërhequr. Arrin që ose më them mundohet dhe deri në një farë pike arrin që të shikojë të vërtetën ashtu siç është në sy. Prandaj edhe mund të jetë pak më rezervuar dhe ndaj personave që ka rreth rrotull e të tjerë. Tema që ka qenë e lodhshme deri në këto momente ka qenë shëndeti, duke qenë se kanë qenë të lodhur fizikisht. Ndoshta nuk kanë pasur një sëmundje fikse, por mund të kenë qenë të prekur nga lodhje kronike, le të themi në këtë mënyrë. Kjo është java në të cilën këto si probleme gradualisht të fillojnë që të zbuten dhe si rrjedhoj do të kemi më tepër mundësi që të punojmë. Puna do të na njeh dhe më tepër dhe mbi të gjitha ne do të aplikojmë edhe ato çfarë kemi mësuar deri tani, që ne detyrimisht do na ndihmojë që të ndërtojmë atë çfarë është më e shëndetshme për ne. Do të na dihet më tepër vlera, siç e thash, sepse ne dimë më tepër vlerën vetes tonë. Kana do të filloj javën tek shenja e Luanit dhe kjo për shenjën e gaforës është një ndikim pozitiv. Bashkëpunimet, një lloj siç ishte tek shenja e Demit, janë shumë të vlefshme edhe për shenjën e gaforës, nëse nuk bëni bashkëpunime çdo javë. Është pothuajse pamundur, po e them në këtë mënyrë, që të kemi fitime në materiale, prandaj me ngulm, po e nënvizoj disa herë që duhet të bëjmë bashkëpunime. Dhe pika tjetër që ka shumë rëndësi është që duhet jemi praktik. Pra, atë çfarë kam thënë shpesh herë gjatë gjithë këtyre javëve të fundit, që duhet jemi të llogaritur, të planifikuar dhe mos marrim në jetën tonë gjëra të cilat na lodhin dhe na harxojnë kohën, është efikase edhe gjatë gjithë kësaj jave, në qoftë se thjesht fokusohem tek gjërat që e dim që bëjmë punë, atëherë përsëris edhe vetvlerësimi është më i lartë, do të arrijmë edhe të marrim atë çfarë meritojmë. Mirë mbrëma, shenja e Luanit tashmë. Në lidhje me shëndetin, e thash faktikisht, përveç atyre nuk është se kemi një ndikim tjetër, domethënë. Shenja e Luanit, ndikimet i ka pozitive, hëna fillon udhëtimin tek shenja e tyre, për këtë arsye është në një energji të lartë, kemi ndikime pozitive sepse e njëjta hënë do të ketë kënd pozitiv me Venusin, kjo do thotë fat shumë i madh për krijimin e të ardhurave materiale, po ashtu dhe ata vetë janë shumë tepër kreativ në këto momente, janë energjinë e tyre, janë gazet e hareja, pothuajse e çdo ambienti që futen, po mbi të gjitha ata janë gazet e hareja e vetes së tyre në këto momente. Argëton shumë pothuajse me gjithçka dhe janë më tepër optimist ndaj jetës, si rrjedhoi dhe të gjitha problemet që mund të shfaqen në këto momente, i marrim më tepër sportivitet. Për shenjën e Luanit, muaji dhjetor për ripërsërisje të këshilloj me ngujm që ta përdorim, sepse është një ndër muajt më efikas që do të kemi gjatë kësaj periudhe, është një oazë vërtet, sepse muaji duke filluar nga mesi i muajit janar, pastaj do të rifillojmë të njëjtat probleme që kemi pasur edhe përpara. Pak rëndësi kanë, nëse rikthehemi te kjo javë, shenja e Luanit këshillimi do të ishte që këtë javë ta përdorim për të rregulluar marrëdhënien tonë nëse kemi problematike, për të argëtuar dhe për të forcuar dhe më tepër marrëdhënien. Nëse nuk kemi një lidhje, këshilla ime do të ishte që në këtë moment të krijojmë një stabilitet ekonomik, por nëse dëshironi patjetër që të keni një lidhje në jetën tuaj, edhe në këtë pikë kemi një fat vërtet shumë të madh. Ndërkohë që
për sa i përket zhvillimit në karrierë, edhe kjo është nga temat më të rëndësishme. Duke filluar që nga data 11, duke qenë se ose më themi do ta ndijmë ditën e premte më shumë sepse 11 është në darkë vonë, Mërkuri do të kalojë tek shenja e shigjetarit. Kjo do të thotë që komunikimi do të jetë shumë i favorshëm për zhvillimin e tyre në karrierë, një dhe e dyta do të jetë shumë i favorshëm edhe për të krijuar partneritete të cilat na sillin të ardhura të mira materiale. Është një mënyrë komunikimi i cila deri në këto momente ndoshta nuk dinë se si ta artikuloheshëm, nuk dinë se si ta bëni. Pas kësaj, pas ditës së premte, do të fillojmë ta bëjmë shumë thjesht. Dielli do të ketë këndë të vështira gjatë së javës, duke qenë se dielli është drejtuesi i shenjës së Luanit, detyrimisht ndikohet shumë. Prandaj edhe energjinë që kemi në këto momente, sado e lartë që të jetë, sado optimistë të jemi, do të këshilloj ta përdorim me moderitet. Në qoftë se e shpërdorojmë, do të vëmë re probleme tek shëndeti. Ditët që janë më problematike janë midis datës 13 dhe 16, sepse do të kemi një kënd negativ të njëjtit diell me Jupiterin, i cili mund të smallëdojë vërtet shumë problemet në shëndetin fizik, po ashtu edhe në atë mendor. Mund të kemi një botë të brendshme shumë të ngarkuar gjatë atyre ditëve. Në qoftë se jemi të qetë dhe marrim çfarë me moderitet, nuk e shpërdorim për energjinë tonë, dhe mbi të gjitha bëjmë sport. Këtë më duhet ta analizoj për të gjitha shenjat e vlefshme. Muaji dhjetor është muaj që duhet të fillojmë patjetër që të kujdesemi për shëndetin tonë fizik, si rreth do të bëjmë patjetër sport, lëvizje, pra sepse është një nga kushtet më të rëndësishme. Dhe kjo është e vlefshme edhe për shenjën e Luanit. Kjo është një nga javët më të rëndësishme, edhe nëse nuk bëni dot një gjë të madhe, të paktën një lëvizje të thjeshtë dhe kujdesuni shumë për çfarë hani dhe për çfarë pini, sepse edhe një nga temat më të rëndësishme të kësaj jave është edhe helmimet. Okej. Po kalojmë tashmë tek shenja e Virgjëreshës. Ka ndikime në përgjithësi pozitive, por duke qenë se ditët e para të javës, për ditën e hënë të martë, hënë do të jetë vendosur tek bota e tyre brendshme, do të jetë vendosur tek shenja e Luanit, mund të jemi pak impulsiv. Pra ndryshe nga ç'është karakteri i shenjës së Virgjëreshës, dhe mund të jemi pak më të lodhur, kjo edhe pse mund na ketë sosur durimi pak a shumë. Temat që do të prekem më tepër për këtë arsye do të jenë edhe çështje familjare, vazhdojmë që t'i kemi pak problematike në këto momente, nëse nuk i kemi zgjidhur deri në këto, pra nuk i zgjidhim deri ditën e hënë, ditën e hënë dhe të martë mund të bëhen edhe më problematike. Por këshilla ime do të ishte që të fokusohemi më tepër tek zhvillimi jonë në karrierë. Njerëzit që kemi rreth rrotull në jetën tonë në këtë moment na bëjnë vërtet shumë mirë. Duke qenë se Mërkuri do të vazhdojë që të jetë tek shenja e Akrepit, kjo do thotë që komunikimi në këtë moment është vërtet shumë efikas. Dhe mbi të gjitha kanë aftësi shumë të mëdha për të ndërtuar nëpërmjet këtij komunikimi. Akumulimi, e kam thënë disa herë që ju bën vërtet shumë mirë. Shenja e Virgjëreshës është një nga shenjat që gjithë muajin dhjetor mund ta përdorë për të akumuluar, në mënyrë që pjesën e dytë pasaj të përdori për të krijuar me këto mjete që ka mbledhur gjatë pjesës së parë. Kjo është një javë e njëjta, pra është tema kryesore që po them. Për sa përket stabilitetit ekonomik dhe një stabiliteti nga ana e paqes brenda familjes, kemi shumë mundësi që ta ndërtojmë. Dita e Mërkur është një nga ditët më efikase në lidhje me këto tema, sepse do ta kuptojmë dhe ne veten tonë shumë herë më mirë. Pavarësisht se hëna do të ketë këndë negative me Venusin për shembull, ditën e Mërkur, duke qenë se është e vendosur tek shenja e tyre, pra shenja e Virgjëreshës, kemi më tepër aftësi për të perceptuar botën tonë të brendshme. Prandaj dhe në qoftë se jemi të kontrolluar, nuk bjem prej stimulimit që marrim nga jashtë. Shenja e Virgjëreshës gjatë kësaj jave do të ketë një fat shumë të madh, shumë të madh për të krijuar të ardhura materiale. Mjafton që të dimë se si ta përdorim, po e përmend disa herë. Nëse nuk bjem prej manipulimeve, nëse nuk bjem prej impulseve tona, pra nuk veprojmë në impulsive, kemi mundësi që të krijojmë atë stabilitetin që na ka munguar deri në këtë moment, sepse jemi shumë më tepër praktik tashmë. Kemi një rritje tashmë edhe në karrierë, kjo vjen edhe si rrjedhë e punës që kemi bërë, por edhe kemi edhe një fat më të madh në lidhje me këto tema. Efikasiteti që kemi në jetë është, domethënë, ajo çfarë do ta përcaktojë se sa do të fitojmë çështja jave. Ndërkohë që për sa i përket lidhjeve sentimentale, është në një ndër periudhat ku shenja e Virgjëreshës mund të lidhet me dikë, mund të krijojë lidhje, sidomos duke filluar nga java që vjen, do të jetë edhe më tepër efikase.
Por këshilla ime do të ishte që po e nënvizoj, në qoftë se është një lidhje ose një person i cili e njihni, okay, në rregull, por që të harxhoni shumë kohë për të njohur njerëz gjatë kësaj jave nuk do të këshilloja, do të këshilloj më tepër që të fokusohesh tek të ardhurat materiale, sepse është më efikase në lidhje me këtë temë. Për sa përket shëndetit, është një javë e cila do vazhdo pagushon në status quo. Nëse kemi probleme me shëndetin, do të mund të gjejmë zgjidhje, sepse vazhdojmë që të kemi një trekëndësh ujë deri në fund të javës do të jetë efikas, edhe pse shumë i zbutur pas datës 11, por deri në atë datë paktën ta ndijmë në mënyrë të kështu. Okej, shenja e peshores. Shenja e peshores ka ndikime shumë të fuqishme që gjithë kësaj jave. Në përgjithësi ndikimet i ka shumë pozitive pjesën e parë të javës. Mesi është pak i përzier dhe fundi është pak i përzier, por fillimi i javës është shumë pozitiv. Pika ku do të këshilloj që të fokusojmë gjithsej është socializimi. Marrëdhëniet që kemi në gjithë grupin tonë shoqëror, mund të kemi njohje të shumta të cilët na ndihmojnë vërtet shumë. Për sa përket karrierës, është një nga shenjat që gjatë kësaj jave ka ndikime shumë të fuqishme. Pozitive apo negative varet shumë nga personi dhe varet a kemi aftësinë që të perceptojmë ato, por duke qenë se në këtë moment shenja e peshores është ekstra aktive, pra hiperaktive, mund të ketë tendencën që të tejkalojë ato mundësi që i dalin përpara. Dhe ka një fokusim shumë të madh tek njerëzit që ka të afërm, si vëllezërit, motrat e tjerë, por kjo e ngushton shumë. Do t'i këshilloj të zgjerohemi pak më tepër, pra edhe në ritëm shoqëror, duke qenë se gjatë kësaj jave, siç e përmenda, mund të krijojmë disa kontakte që na ndihmojnë vërtet shumë. Socializimi na bën vërtet shumë mirë, vërtet shumë mirë. Bile pjesëmarrja në shoqata ose në grupime të ndryshme na bën vërtet shumë mirë. Këto na ndihmojnë edhe që të perceptojmë veten tonë më mirë dhe të jemi edhe më kreativ gjatë gjithë javës. Ky kreativitet detyrimisht përkthehet edhe në burime të reja, si të ardhur materiale, burime të reja të lumturisë, të argëtimit, po ashtu edhe në lidhje të reja sentimentale. Shenja e peshores gjatë gjithë kësaj jave, ndikimi do të ketë në përgjithësi brenda vetes së tyre dhe mund të marrë ndihmë nga shoqëria, prandaj po përmend disa herë këtë si gjë. Për sa përket brenda vetes së tyre, do të kemi një riperceptim të vetes dhe si rrjedhoj. Pas kësaj, shenja e peshores, duke filluar nga java që vjen, do të ketë një rritje vërtet gradualisht, por konstante në të ardhurat materiale si rrjedhoj e mirëqenies së tyre. Do të fillojë që të hedhë rrënjët tani tashmë, ose më them të vejë themelet e jetës që dëshiron. Në lidhje me shëndetin, është një nga shenjat që është e prekur, por në qoftë se jemi të vëmendshëm, do na anashkalojnë, domethënë nuk është shumë e rëndësishme, ose më them nuk është shumë e prekur sa që janë shenjat e tjera. Prandaj mjafton që të jemi të kujdesshëm në lidhje me trupin tonë, por përsëris, në qoftë se nuk bëjmë sport, është muaji që duhet të fillojmë patjetër ta bëjmë, se duhet të kujdesemi patjetër për trupin tonë, në që edhe trupi jonë na e shpërblet, duke ndanjur mirë dhe i shëndetshëm. Shenja e akrepit. Atëherë, kjo është java e fundit ku Mërkuri ishte vendosur tek shenja e tyre. Do të kaloj tek shenja e radhës, që është ajo shigjetarit në datën 11, por është vonë në darkë, është në orën 23:40, pra 11:40 të darkës. Si rrjedhojnë ndikimet e kësaj, do të fillojmë të ndijmë ditën e premte. Çfarë do thotë kjo? Dita e njëjtë është shumë e rëndësishme sepse shenja e akrepit mund të gabojë shumë. Në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm, mund të veprojë në mënyrë shumë impulsive. Po e them në këtë mënyrë, do të merret me këmbët e tij, pra mund të rrëzohet me këmbët e tij nëse nuk janë të kujdesshëm. Mund të flasim gjëra të cilat nuk na takojnë. Mund të futemi në tematika të cilat nuk na përkojnë përsëris. Ndërkohë që edhe fjalët që themi ndoshta nuk arrim që t'i përzjedhim, nuk kemi një filtr ashtu siç duhet. Pra, gjitha këto nëse nuk kemi të kujdesshëm, të vëmendshëm dhe të vetëdijshëm. Por, në qoftë se jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm dhe të vetëdijshëm, atëherë kemi aftësinë që të përdorim këndin pozitiv që do të ketë atë ditë edhe pra njëjti Mërkur me Neptunin. Kjo do të thotë që kemi krijimtari vërtet shumë të lartë, imagjinat vërtet shumë të lartë dhe empati shumë të lartë. Mbi të gjitha, duke qenë se Neptuni do të thotë edhe shërim në anën mjekësore, mund të kemi edhe mundësinë për të shëruar shumë plagë. Më tepër do të preket bota jonë e brendshme, pra ana psikologjike,
por edhe shëndeti fizik do të jetë i prekur. Për këtë arsye, shenja e akrepit këtë javë ka vetë në dorë se si do ta përdor dhe çfarë rezultate do të marrë. Përpërsisht, nëse ne jemi të kujdesshëm dhe të vetëdijshëm, kemi mundësi që të rritemi pothuajse në çdo aspekt jetës. Rregullimi i shëndetit detyrimisht do të thotë edhe një mirëqenie më e madhe, sepse do të jemi më stabil, do të dimë se si të veprojmë. Do të jemi më realist në përqasjen që kemi ndaj jetës dhe si rrjedhoj do të kemi tashmë edhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira, sepse investimet që do të bëjnë do të jenë shumë të vlefshme. Por dita e inte ka shumë rëndësi, por e ripërsisht dhe po e nënvizoj disa herë sepse e njëjti Merkur do të ketë një kënd negativ me Uranin. Kjo për shenjën e akrepit do të thotë edhe ndikime shumë të fuqishme në marrëdhëniet në çift. Pozitive apo negative përsërisht në dorën e shenjës së akrepit. Mund të kemi disa tërmete të vogla aty, duhet të nxjerrim në skenë se gjërat që janë problematike. Në qoftë se jemi të përmbajtur, këto probleme që mund të dalin mund t'i shndërrojmë edhe në mënyrë shumë pozitive, pra për të qenë edhe argëtuese si histori që do t'i kujtojmë në të ardhmen. Nëse nuk jemi të vëmendshëm dhe të vetëdijshëm, detyrimisht do të zmadhohen, të bëjmë probleme shumë të rëndësishme derisa të na çojnë në përçarje. Një nga temat më të rëndësishme që kemi në këtë moment janë problemet brenda familjes, prandaj edhe kjo është një nga ditët ku do të jemi të kujdesshëm. Po flas shumë për ditën e njëjtë sepse është shtylla kurrizore e gjithë javës. Ajo do të jetë pak a shumë tema që do të kemi gjatë gjithë kësaj jave, më e zbutur duke filluar nga dita e Hanetutje, por dita e njëjtë është fiks mesi, prandaj edhe do të ndikojë pothuajse gjithë javën. Në qoftë se do të flasim për sa i përket karrierës, është një nga javët ku do të kemi zhvillime më të mëdha. Shenja e akrepit është në rritje konstante në lidhje me karrierën, sidomos dita e hënë dhe e martë ka më tepër ndikime pozitive në lidhje me këtë temë. Kemi një mendje e cila na punon në mënyra të ndryshme e shumë kreative, pra dhe detyrimisht marrim edhe ndihmë nga personat që kemi rreth rrotull, nëse punojmë siç duhet, dhe bie më tepër në sy tek e provët tanë, si rrjedhoj avancojmë edhe më shpejt. Në lidhje me shëndetin, shenja e akrepit është e prekur, do të vazhdoj që të jetë e prekur për një periudhë të gjatë. Për sa kohë nuk them që Shironi mbaroi retrogradën dhe ka dalë nga shenja e dashit, do të vazhdoj që të jetë e prekur, prandaj shenja e akrepit do të këshillojmë me ngujmë që të vazhdojmë që të jemi të kujdesshëm. Të bëjmë sport është kusht tashmë, sepse duhet të jemi në kontroll të trupit tonë. Prandaj edhe shenja e akrepit po ripërsëris, patjetër duhet të jemi të organizuar dhe të kujdesshëm me çfarë konsumojmë. Dhe se si e përdorim trupin tonë, pra nëse nuk jemi të kujdesshëm për të, dhe ai nuk do të kujdeset për ne, prandaj do të kemi probleme me lidhje me shëndetin. Atëherë, shenja shqyrtare, ndikimet në përgjithësi ka pozitive gjatë gjithë muajit, edhe ky muaj nuk është, edhe kjo javë nuk është ndryshe, ose më themi që nga javët më pozitive për ta. Por vjen me kushte. Vjen me kushte një lloj siç ishte tek shenja e dashit, një lloj siç ishte tek shumë shenja. Kjo javë duhet të jemi të gjithë të vetëdijshëm dhe të kontrolluar. Nëse bëjmë këtë, për shenjën e shqyrtarit kemi mundësi që të rritemi në mënyrë konstante. Kemi dy planete të tashmë të vendosur tek ta, të cilët i sjellin fat të rëndësishëm, jo pak, domethënë vërtet shumë të rëndësishëm. Njëri prej tyre është Venusi, i cili është planeti i dashurisë, i bukurisë, i të ardhurë materiali, i begatisë. Pra është i vendosur tek shenja shqyrtare në këtë moment. Ditën e hënë dhe të martë do të ketë këndë pozitive edhe me hënën, i cili është i vendosur tek shenja e Luanit. Prandaj, sidomos dita e hënë dhe martë do të këshillosh me ngujë që ta përdorim, ta shfrytëzojmë në maksimum. Kjo është edhe për të trajnuar, për të zgjuar bot kuptimin tonë, për të hequr dorë nga gjërat që nuk funksionojnë, të mos fiksohemi pas ideologjive që nuk e kuptoj pse të fiksohemi, nuk ka arsye. Të mundohemi që të përdorim elementet që kemi në jetën tonë për zhvillimin tonë. Ndërkohë që këtë do të arrijmë që ta bëjmë shumë më mirë duke filluar nga dita e Merkur e tutje. Duke qenë se edhe hëna do të kaloj tashmë tek shenja e Virgjëreshës, jemi shumë më tepër të saktë. Bëjmë analiza shumë të sakta. Prandaj edhe Merkur e njëjtë janë ditët të cilat mund të shfrytëzojmë në maksimum për rritjen tonë në karrierë, por në mënyrë që të shfrytëzojmë ato në maksimum duhet të përdorim ditën e hënë dhe të martë, pra të perceptojmë mirë se cilat janë elementet që duhet të përdorim. Për sa përket të ardhurave materiale, për shenjën e shqyrtarit vijnë nga bashkëpunimet. Në përgjithësi, kjo është tematika kryesore në këtë moment që kemi, por shenja shqyrtare do të jetë goxha e ndikuar në lidhje me këtë temë. Mund të kemi akumulime të shumta, rikthime të ardhurave materiale, marrjen e borxheve e të tjerë. Dhe si rrjedhoj do të kemi dhe një mirëqenie e cila është në rritje. Një nga temat më të rëndësishme, po nënvizoj, është edhe drejtësia në këto momente.
Në qoftë se jemi në një çështje gjyqësore e cila ka kohë që ka filluar dhe është nuk e dim se si do përfundoj, është një ndërperiudhë ku mund të përfundoj dhe do të jetë drejtësi. Drejtësia do të shkojë aty ku takon, domethënë, tek ata që janë të shenjtë shqiptarit ose tek personat përballë që kanë të drejtë. Por në përgjithësi, të gjithë do të ngelen të kënaqur në këtë moment, këtë mund të analizoj. Për sa i përket lidhjeve sentimentale, edhe kjo është një periudhë ku shenja e shqiptarit ka shumë fat, do i këshilloj që ta përdorin, dhe kemi edhe ndikime të fuqishme brenda shtëpisë, banesës. Edhe këto janë ndikime shumë të fuqishme, pozitive në përgjithësi, edhe nëse kemi daljen e problemeve në skenë, jemi shumë të aftë për të zgjidhur ato. Por ne po kalojmë te pjesa ku duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Duke qenë se kemi shumë vendosje në këto momente tek shenja e shqiptarit dhe kemi këndë negative me shumë nga planetet që janë të vendosur tek ta, me Saturnin dhe me Neptunin që janë vendosur tek shenja e peshqve. Këto problemet që dalin tek shenja e shqiptarit brenda familjes, në qoftë se nuk merremi me to, atëherë mund të infestohen, pra mund të infektohen dhe si rrjedhoj të shkaktojnë probleme shumë të rëndësishme brenda familjes. Duhet të jemi për këtë arsye vërtet shumë të kontrolluar dhe nëse del një problem të mos anashkalojmë, ta zgjidhim direkt. Normalisht nuk duhet të imponojmë mendimet tona, normalisht duhet të jemi të aftë të kuptojmë dhe të dëgjojmë të tjerët, por duhet t'i zgjidhim në moment, sepse nëse i lëm, sa më shumë që t'i lëm, domethënë që të zgjaten, aq më vështirë do të bëhet më vonë për t'i zgjidhur ato. Dhe një nga temat më të rëndësishme është duhet të jemi realist. Këtu edhe ndaj gabimeve që ne kemi bërë ose mënyrës si mund të kemi vepruar, po ashtu edhe të jemi realist për të mirat ose për në disa raste për sakrificat që mund të kenë bërë personat që kemi në familje. Po në vizor është një periudhë që është shumë e rëndësishme, kemi zhvillime të shumta pozitive, prandaj dhe këto që po them, në mënyrë se si ta përdorim për të shmangur problemet, do të këshilloj që ta merrni parasysh. Shenja e Birciapit. Okej, kjo është javë pak e çuditshme për ta. E kam thënë disa herë që deri në datën 21 shenja e Birciapit duhet të jetë vërtet shumë e kontrolluar. Kjo është java që duhet të jetë më i kontrolluar se të gjitha javët e tjera. Duke qenë se gjatë gjithë kësaj jave, edhe java në vazhdim do të jetë e prekur, por fillon që nga dita e shtunë e javës që vjen, nga data 13, do të kemi një kënd negativ të diellit me Saturnin. Saturni është drejtuesi i shenjës së Birciapit, prandaj dhe ndikohet shumë më tepër se të gjitha shenjat e tjera. Si mund ta përdorim këtë javë? Ajo çfarë kam thënë shpeshherë, që të jemi të llogaritur, të programuar, të mos vjen prej manipulimeve e themeve që janë shumë të shpërndarë në këto momente dhe mbi të gjitha duke qenë se mund të kemi një moral pak të ulët, mund të kemi një vetvlerësim pak më të ulët, të bien prej plogështisë tonë e të tjerë që mund na futi pak më tepër në depresion, shumë tematika për që kanë të bëjnë me botën tonë të brendshme. Shenja e Birciapit që se jave në qoftë duhet jetë shumë i kontrolluar dhe i vetëdijshëm në mënyrë që mos bëj pre e të gjitha këtyre. Por, në qoftë se jemi të programuar dhe dim se çfarë ne duhet të bëjmë, nuk bëjmë pre e emocioneve të momentit, vazhdojmë dhe bëjmë planin ton, kemi mundësi që këtë javë ta përdorim në avantazhin ton. Sepse këndet negative, në qoftë se ne jemi të vetëdijshëm, në vend që na dëmtojnë, në të vërtetë bëjmë mundësi që ne të rritemi, bëjmë shkallë për që ne të rritemi. Prandaj dhe duhet kujtojmë përgjegjësitë tona. Kjo është shumë e rëndësishme për shenjën e Birciapit që gjithë se javë. Duhet të jemi të kujdesshëm në lidhje me trupin, me marrëdhëniet në përgjithësi, po ashtu dhe të mos dëgjojmë shumë se çfarë na thuhet, po të vazhdojmë me programin ton. Po ripërsisht disa herë sepse është shumë e rëndësishëm dhe është vetëm mënyrë që kemi për të shmangur problemet. Në qoftë se arrijmë që ta bëjmë këtë, dhe kemi mundësi që ta bëjmë, Mërkuri është i vendosur tek shenja e Akrepit, kjo indikon vërtet shumë pozitivisht deri ditën e mërkur. Dhe kemi dhe një aftësi për të perceptuar detaje që na nevojiten patjetër që të kemi jetën që ne dëshirojmë dhe meritojmë, mbi të gjitha. Për shenjën e Birciapit, në këto momente vazhdojmë që të kemi rikthimin e mundësive për të krijuar lidhje sentimentale ose për të zgjidhur problemet ekzistuese brenda martesës ose lidhjeve afatgjata. Prandaj edhe do të këshilloj që ta përdorin në maksimum. Për ata që janë femra dhe që janë tek shenja e Birciapit, jemi futur në një fazë ku
në qoftë se dëshironi që të krijoni familje, të bëheni me fëmijë, është një periudhë vërtet shumë pozitive. Do i këshilloj që ta përdorni këtë. Nuk është se vjen vetvetiu, duhet të punoni për këtë. Shenja e ujorit. Ndikimet janë pozitive gjatë gjithë javës. Ndikimi vetëm që mund të bëhet problematik nëse lidhje pa kontrolluar janë harxhimet pa fre. Gjatë kësaj periudhe shenja e ujorit mund të jenë shumë impulsiv në harxhime, mund të jenë shumë impulsiv edhe ose qëndron larg realitetit përsa përket vlerave të editans materiale të gjërave, pra, po ashtu dhe të vetes së tyre. Prandaj mund të shpenzojnë pa fre. Janë pak të lodhur, themi të vërtetën, nuk është se një veshën faj, por nëse e mbajmë këtë në kontroll, normalisht nuk do kemi probleme më vonë. Por nëse nuk e mbajmë në kontroll dhe vazhdojmë në mënyrë impulsive të harxojmë dhe të shpenzojmë, detyrimisht të përkthehen në të ardhur materiale vërtet shumë të ulta, si rrjedhor, do të kemi probleme të rëndësishme më vonë. Në këto momente kemi uranin të vendosur tek shenja e demit. Ky është ndikim shumë i fuqishëm brenda banesës, shtëpisë, familjes. Dhe dita e njëjtë është shumë e rëndësishme sepse i njëjti uran do të ketë një kënd negativ me Mërkurin. Ditët e tjera të ndjejmë, por shumë e zbutur, por dita e njëjtë është shumë e rëndësishme sepse ky ndikim do të jetë goxha i fuqishëm dhe negativ. Nëse vazhdojmë që të bijmë prej këtyre euforisë së shprenuar edhe gjatë asaj dite, do të kemi probleme të rëndësishme si për brenda banesës, po ashtu dhe në lidhje me karrierën. Vendime që mund të marrim do të na dëmtojnë shumë avancimin tonë në karrierë, bile mund të na çojnë dhe disa hapa mbrapa. Në disa raste varet se me kë përballemi, domethënë, por nëse kemi marrëdhënie problematike me prioriteten, kjo mund të thotë edhe në përfundimin edhe të punës. Prandaj do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm të paktën gjatë asaj dite. Për sa i përket tematikave të tjera, përsëris, euforia e shprenuar gjatë kësaj jave nuk na bën mirë, duhet jemi të kontrolluar. Nëse dëshirojmë të argëtojmë, këshillimi do të ishte që pasi të kemi mbaruar përgjegjësitë tona, pra pasi të kemi dalë nga puna, të shkojmë të argëtojmë me shoqërinë. Ajo na bën vërtet shumë mirë. Shoqëria në këtë moment është një nga pikat ku mund të mbështetemi dhe kjo është diçka e mirë sepse shenja ujorit ka vërtet e ndjen vërtet nevojshme që të ketë një rrjet social të gjerë dhe të larmishëm. Një ndër temat më të rëndësishme të tjera që kemi gjatë gjithë kësaj jave është realizimi i ëndrave dhe qëllimeve të tyre. Kjo do të kemi shumë mundësi që dalin përpara në këto momente, nëpërmjet njerëzve, sidomos atyre që kanë shoqëri, do të kemi rikthime edhe të mundësive, por edhe do të dalin dhe mundësi të reja. Këshillimi do të ishte që të përdorim këto për të kryer një stabilitet ekonomik, pra jo për të harxuar, por për të krijuar. Kemi një aftësi të tillë. Dhe kemi edhe mundësi për të kryer lidhje sentimentale. Kjo është efikase për gjithë muajin dhjetor. Do të jetë efikase, domethënë deri në datën 24 ta ndijmë shumë. Por kjo javë është një ndër javët më pozitive, sidomos dita hënë dhe martë, në lidhje me këtë temë është shumë të rëndësishme. Janë dy ditë më pozitive në lidhje me këtë temë. Nëse dëshironi që të dilni në date, të takoheni me dikë, do ju këshilloj patjetër ditën e hënë dhe të martë. Dhe shenja e peshëve. Shenja e peshëve këtë javë do të jetë fokusuar patjetër tek shëndeti, duke filluar që nga dita e hënë dhe duke vazhduar deri në fund të javës. Është një javë që do të prek shumë këtë temë. Do të kemi dalë në skenë të problemeve që kanë qenë kronike ndoshta dhe që nuk kishim iden. Dhe është edhe java e fundit që kemi mundësi dhe që të shërojmë ato, prandaj dhe nuk po dalin kot, nuk po dalin për të keqen tonë, po dalin për të mirën tonë në të vërtetë. Nëse arrim që ta mbajmë në kontroll këtë si pjesë dhe jemi më tepër efikas në jetën tonë të përditshme, çfarë do të them me këtë? Duhet jemi përzgjedhës tashmë, duhet fillojmë që të vëmë kufi të shëndetshëm, sidomos me kolegët tanë, kjo ka më tepër rëndësi. Po ashtu edhe të kontrollojmë mirë kohën se sa punojmë, nuk duhet të tejkalojmë asgjë. Kështu që duhet të kontrolluar dhe i balancuar mbi të gjitha. Duhet të balancojmë jetën tonë, pra edhe aktivitetet fizike, po ashtu dhe jetën tonë të përditshme, punën, sa shplodhemi, sa flem, sa ham e tjerë. Pra gjithçka duhet të jetë balancuar nëse duam që të jemi të shëndetshëm dhe mbi të gjitha të mund edhe ta shijojmë, sepse ky është një ndër momentet më pozitiv për shenjën e peshëve. Kemi disa ndikime që mund ta bëjmë pak të lodhshme, të qëndrojmë brenda kësaj, pra një rutinë të shëndetshme, duke qenë se kemi kënde të vështira të Neptunit dhe të Saturnit që janë të vendosur në këtë moment tek shenja e peshëve. Prandaj edhe një regjim i hekurt gjatë kësaj jave do t'i bënte vërtet shumë mirë.
Në qoftë se në qoftë se jemi të kontrolluar, kemi mundësi që të avancojmë vërtet shumë në karrierë. Është një nga javët ku mund të shkëlqej shumë shenja e peshqve. Por në qoftë se i bëjmë gjatë shkeleshko, bijmë gjithmonë prej atyre pasigurive tona, heqim dorë nga kufijtë e shëndetshëm dhe pranojmë të harxojmë kohën duke u marrë të shkojmë thjesht ku na therasin e të tjerë, pra nuk i përmbajmë përgjegjësive tona, kjo mund të jetë një nga javët më problematike për shenjën e peshqve. Prandaj dhe është komplet në dorën tuaj, por kemi mundësi për shumë mirë, prandaj këshillimi do të ishte që ta shpejtëzoni. Ndjes. Ndërkohë që shenja e peshqve, për sa i përket çështjeve sentimentale, është dhe do të vazhdoj që të jetë gjatë muajit dhjetor një ndër shenjat më me fat, do t'i këshilloj që ta përdorim. Kemi mundësi për të krijuar në këtë moment, ka një është burim, domethënë i gjërave të reja. Është në periudhë e tillë, domethënë, prandaj këshillimi do të ishte që ta përdorni domethënë në këtë aspekt. Për të kryer lidhje të reja, për të kuptuar dhe vetë se çfarë duam nga lidhjet, sepse kjo ka më tepër rëndësi dhe si rrjedhoj, për të pas kësaj domethënë që të mund të edhe të shndrojmë lidhjet aktuale në lidhje më të shëndetshme, por edhe për të kryer lidhje të tilla që janë të shëndetshme dhe të përshtatshme për ne. Okej. Atëherë, duke qenë se i mbaruam të gjitha shenjat, më së fundi, faleminderit, shumë faleminderit e juve që qëndruat deri në fund dhe më dëgjuat. Vërtet shumë faleminderit, jam vërtet shumë mirënjohëse. E them tashmë në çdo video, sepse kjo është e vërteta. Këtë video do ta gjeni nesër te kanali im YouTube-it, do të jetë gati në orën 10 të mëngjesit, si gjithmonë, dhe do të mund ta ndiqni që atje. Fola për të gjitha shenjat, fola për të gjitha këndet, si mund t'i përdorni, si mund ta anashkaloni problemet, e të tjerë. Okej, pra. Natën e mirë dhe kalofshi një fundjavë sa më të bukur.